Nga reagimi i besimtarit në lidhje me mohimin e pronarit të dy kopshteve është edhe fjala e tij: "Walaula idh dakhalta jannatak qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah", që do të thotë ti kur hyre në kopshtin tënd, sikur thoje masha Allah, kjo është prej dëshirës dhe vullnetit të Allahut, la quwwata illa billah, nuk ka fuqi vetëse mendimin e Allahut madhëruar. Thonë komentues e Kuranit se besimtari me këtë fjalë do t'i kujtoj shokut e tij të bisedës dhe që ishte mohues se si vijnë mirësit. Fjala masha Allah është lidhje mirësive me dëshirën dhe vullnetin e Allahut, që do të thotë ajo që do Allahu ndodh dhe ajo që ai nuk do nuk ndodh. Ndërsa fjala la quwwata illa billah tregon se veprimi dhe mundi i robit është thjesht sebeb dhe se rezultati i këtij mundi dhe veprimi varet nga fuqia e Allahut madhëruar dhe kështu çdo gjë lidhet me Allahun e madhëruar. Thonë komentues të Kuranit dhe dietarët e besimit islam se këto fjalë, të cilat janë të shpeshta në gojet e besimtarëve, synojnë tre gjëra. E para, falënderimin e Allahut madhëruar, sepse lidhja e mirësive me Allahun e madhëruar dhe me dëshirën e tij është pjesë e falënderimit. E dyta, synojnë gjithashtu largimin e vetpëlqimit nga robi, sepse nëse robi e di se çdo gjë varet prej Zotit e tij, atëherë ai ka pastruar veten e tij nga vetpëlqimi. Dhe e treta, këto fjalë gjithashtu janë edhe shkak për ruajtjen e mirësisë, sepse nëse Allahu madhëruar nuk falenderohet, atëherë mirësitë ikin dhe largohet dhe robi ndëshkohet me largimin e tyre.